Prishtina ishte në presion para ndeshjes me Kekun sepse i duhej fitoria për të ikur nga fundi i tabelës, pozitë vërtet jo tipike për këtë klub. Mirë në pjesën e parë duket se pikërisht ky presion ndikoi negativisht tek lojtarët e këtij ekipi, të cilët luajtën mjaft dobët. Në këtë periudhë Keku kishte iniciativën, por nuk e konkretizoi atë me ndonjë shënim. Në pjesën e dytë të dyja ekipet filluan të luajnë më shpejt dhe të sulmojnë me më shumë vendosmëri. Kjo ju shpagua Prishtinës në minutën e 66, kur Astrid Fazliu shënoi duke e vazhduar serinë e paraqitjeve të mira në ekipin e tij të ri. Prishtina ka mundur ta dyvizhojë bërsin sikur Lumnica të shënonte nga kjo situatë vetëm 2 minuta pas shënimit të golit, mirë po topi doli jashtë portës. Në pjesën e mbetur të ndeshjes, loja ishte më e dobët dhe duhet veçuar vetëm edhe këtë rast të Kekut për barazim të rezultatit, por Hashani nuk shënoi pas goditjes së fuqishme, kështu që Prishtina arriti fitoren e dytë këtë edicion.